Dje një ngjarje e veçantë shënoi jetën e ish-çiftit të njohur Gjensila Myrtezaj dhe Beskallaku, pasi i biri i tyre Amen festoi 2 vjetorin e lindjes. Ky moment i rëndësishëm megjithatë nuk arriti t'i bashkonte prindërit e tij, të cilët organizuan 2 festa të ndara për birin. Fansat e çiftit kanë vënë re se pavarësisht lidhjes së tyre të kaluar, Gjensila dhe Besi kanë zgjedhur të festojnë në mënyra të ndryshme. Kjo situatë ka ngjallur kuriozitet dhe diskutime në rrjetet sociale, ku ndjekësit e tyre kanë shprehur mendime të ndryshme mbi këtë vendim. Secili prej tyre ka ndarë momente nga festimet në llogaritë e tyre, duke konfirmuar se nuk ishin bashkë në këtë ditë të veçantë. Kjo ndarje ka bërë që fansat të spekulojnë mbi marrëdhënien e tyre dhe të pyesin se çfarë ndodhi pas ndarjes së tyre. Me shumë urimeve dhe momentesh të lumtura, një dhuratë e veçantë ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Gjensila i ka dhuruar të birit një qenush, një gjest që duket se e ka gëzuar shumë Amenin, siç tregohet në videot e publikuara nga këngëtarja.